Tani në verë, mund të tregoni se cila është rutina ideale? Si do të nisi dita jonë, rutina për lëkurën, si do të kujdesemi për to, që te kremrat, larja, pastrimi e me radhe, si do të jetë pastrimi, se është shumë rëndësishëm pas dite me gjitharë të ndotur. Produktet mund të ndryshojmë si pas tinës, dhe duke nisur që nga pastrimi, në darkë mund të jetë një pastrim i vetëm, por ndonjëherë në lëkurat e ndryshëm edhe i dyfisht. Pra mund të bëhet njëherë pastrimi i lëkurës me një ujë micelar, për shembull për të larguar make-upin pa pastërtit, dhe pastaj me një larës i cili mund të jetë pak më i fortë se sa larësi i mëngjesit, i cili gjithmonë duhet të jetë një larës i butë gjatë verës, dhe ndonjëherë kur lëkurat janë të thata, unë sugjeroj që të bëhet edhe larje vetëm me ujë të vakur edhe pa detergjent. Mëngjesi do të ishte shumë mirë të nisej me aplikimin e një serumi që ka antioksidant. Më njohuri është vitamina C, po. Duhet kujdes për zgjedhjen e përqendrimit vitaminës C, pasi në lëkurat sensitive mund të jetë irrituese, në lëkurat me akne gjithashtu mund të jetë ndonjëherë acaruese dhe të shtojë aknet e reja, por përdorimi i një produkti antioksidant në mëngjes është shumë i rëndësishëm për të na mbrojtur kundër radikaleve të lira, stresit oksidativ, parandalimin e njollave dhe njëkohësisht vitamina C nxit edhe sintezën dhe riprodhimin e kolagenit. Pas vitaminës C është e rëndësishëm një hidratues, i cili hidratues i thamë që rekomandojmë që të jetë një formë më i lehtë në verë, gel krem, emulsion, locion, fluid, pra një gjë e lehtë. Dhe pas hidratuesit kremi i diellit. Ka persona të cilët mund të qëndrojnë vetëm me krem dielli, për ata që duan një make-up të lehtë mund të gjithmonë të shikojnë dhe zgjedhin për krem dielli me ngjyrë. Dhe studimet e fundit tregojnë që kremrat e diellit me ngjyrë, pra që janë tintit, ofrojnë një mbrojtje më të mirë për personat që kanë tendencë për njolla. Pra, po, janë një mbrojtje më e mirë për personat që kanë tendencë për melazma apo njolla nga dielli, po, hiperpigmentimet postinflamatore. Pra kremi diellit dhe pastaj është opsional përdorimi i make-upit, patjetër. Kjo është rutina, po cilat janë trajtimet të cilat rekomandohen tani në verë për vajzat dhe gratë që i aplikojnë këto trajtime dhe cilat trajtime nuk rekomandohen në verë? E bëm shumë mirë që e nisëm me rutinën, pasi mendoj që rutina është e domosdoshme dhe pa një rutinë të mirë, duket sikur nuk ka kuptim asnjë gjë tjetër dhe asnjë trajtim tjetër që mund të bësh. Meqense jemi prapë te rutina, a funksionon kjo logjika që sa më i shtrenjtë të jetë kremi, aq më cilësor është, aq më i mirë është për lëkurën? Jo domosdoshmërisht. E rëndësishme është konsistenca dhe mënyra sistematike e përdorimit, është shumë e rëndësishme. Se ka njerëz që blejnë dhe kremra të shtrenjtë edhe po ja harrova fjeta dje pa hequr make-upin pa u lyer. E rëndësishme është që të zgjidhen kremrat të cilët janë sigurisht të aprovuar farmaceutik, që kanë përbërësit aktiv, vitaminën C për shembull, dhe të jemi konsistent. Pra, përdorimi sistematik është çelësi kryesor. Nuk ka rëndësi të jetë super të shtrenjtë. Me tipin e lëkurës, jo kremi që mund të bëj mirë dikujt, mund të na bëj mirë edhe ne të tjerëve. Kalojmë tani tek procedura, trajtimet estetike që nuk rekomandohen tani në sezonin e verës. Në sezonin e verës nuk rekomandohen trajtime të cilat prishin barierën e lëkurës. Dhe këtu futen peeling kimik, sepse një lëkurë me barierë të prishur patjetër është e ndjeshme ndaj rezatimit, ndaj krijimit të njollave. Pra peeling kimik, aplikimi i acideve, gjithashtu lazerat nuk rekomandohet gjatë përdorimit të verës, qoftë lazerat që përdoren për rigjenerim, po qoftë edhe lazerat për epilimin e zonave të qimeve, sigurisht kjo në varësi të zonës. Po flas për zonat e ekspozuara si fytyra, do thosha që në këto muaj të nxehtë korrik gusht të shmangen dhe të mos përdoren. Gjithashtu përdorimi i microneedling, shumë kompani rekomandojnë që të përdoret, unë nuk të preferoja në muajt që janë shumë të nxehtë. Dhe mund të përdoren trajtime që nuk janë invazive, por cilat forcojnë barierën, përmirësojnë hidratimin, për shembull siç janë mezoterapia, injeksionet me plazëm, skin boosterat, që vitet e fundit janë një trend në rritje, të cilët ofrojnë hidratim të thellë të lëkurës. Një shkëlqim, një glow, japin fytyrës. Glow, po. Glow nuk është gjë tjetër, vetëm se është sigurisht pamja jashtme një lëkure të shëndetshme. Pra një lëkurë që është më vitale, një lëkurë që ka një barierë më të mirë, është më e hidratuar dhe ka riprodhim kolageni dhe qeliza të reja, të cilat japin atë pamjen edhe më të shkëlqyeshme, po dhe më të tendosur. Gjithmonë pas një lloj procedure, qoftë ajo më e thjeshta, sa rekomandohet të mos ekspozohemi në diell? Pas sa orësh duhet të ndodhë kjo? Disa procedura, të cilat si këto që përmenda si skin boosterat që rrisin hidratimin e lëkurës, nuk kanë një periudhë rikuperimi të gjatë. Që do të thotë, pas pak ditësh, personi mundet, sigurisht aktivitetit përditshëm i rikthehen menjëherë. Por për ekspozimin dhe frekuentimin e plazhit, do të thosha të presin disa ditë.
sepse gjithsesi është një traumë e vogël edhe shpimi në vetvete, dhe shpeshherë mund të kemi edhe ndonjë hematom, janë ato nxirjet e vogla që krijohen në lëkurë. Për shembull në rastin që ka një hematom, do doja të mbrojë nga dielli, sepse ajo mund të lërë një shenjë, një njoll. Po, një njoll. Dhe periudha e absorbimit të hematomave shkon mesatarisht 5 deri 7 ditë, dhe në rastet veçanta mund të shkojë më shumë se 7 ditë, por zakonisht jo më shumë. Personat të cilët kanë njolla në fytyrë ose kanë hiperpigmentime me lazmë, kanë një rutinë tjetër, duhet të kenë një rutinë tjetër mbrojtje të lëkurës, edhe besoj se tani në verë edhe njollat fillojnë dhe erosohen më shumë. Kështu që është një sfidë për ato persona që tani në verë duhet të mbrohen më shumë, vjen dimri, vjeshta, duhet t'i luftojmë për t'i zbardhur. Kanë pak a shumë të njëjtën rutinë. Përdorimi i vitaminës C dhe i antioksidantëve në këtë rast mendoj që është i padiskutueshëm, duhet jeti domosdoshëm, pra jo të neglizhohet, dhe mund të vazhdojnë edhe në darkë. Ekzistojnë disa produkte, të cilat nuk kanë përmbajtje acide, por që janë produkte depigmentuese, me acid koik, traneksamik, edhe acidi azelaik, mund të vazhdohen për përdorim gjithmonë në darkë, por që janë të lehta dhe na japin më shumë një efekt parandalues, që të mos erosohen më shumë gjatë ditës. Megjithatë do rekomandoja përveç mbrojtjes shumë të mirë nga dielli nëpërmjet aplikimit të kremit, do rekomandoja shumë përdorimin e aksesorëve në këtë persona, përdorimin e kapeleve, sepse shpeshherë vetëm kremi nuk të mbron 100%, në kuptimin 1SPF50 bën një bllokim të rrezatimit UVB në këtë rast deri diku 97%. Po njëkohësisht flasim janë shumë faktorë të tjerë, sasia e kremit të aplikuar, pjesa e djersitjes, shpejtësia, dhe përdorimi i kapeleve do ishte ideal si një mjet mbrojtës shtesë për ato dyja, jo vetëm kapelja pa krem. Kur kemi djersitur, do thotë që edhe kremi ka humbur efektivitetin e tij? I ulet, po, patjetër. Edhe sidomos zhytja pastaj në ujë, sigurisht që do të riaplikohet përsëri një krem. Pas zhytjes në ujë duhet patjetër riaplikimi.